As motrat Bushi nuk I bindën votuesit që ta nxjerrin fitues Pal Lekajn e Gjakovës. Era Musharadinajn e befasoi për të keq edhe Ali Berisha I Pejes. Rezultatet e këtyre dy qyteteve, por edhe të disa të tjerave, më të vogla, bën që Aleanca për Armërinë e Kosovës të mos ndahet mirë nga zgjedhjet e së dielës. E kam të shkruar që jam parti fituese, s'po ma qet goja. Kemi rritje vote në gjendje faktike, nuk jem të kënaqur me rezultatin, kemi një situatë pune, jemi në punë ende. Për të diskutuar rezultatin jo të mirë që patën, kandidatët e kësaj partie për kryetar komune u ftuan nga shefi I tyre në Prishtinë. Nuk kam pse me qëtu, I ka qëtu votuesi, s'ko që ka e bëjmë a shumë. Ngushëllim për AAK-n, për pos fitores së Deçanit, janë 8 komuna ku kandidatët e këtij subjekti politik do të garojnë prapë me 1 dhjetor. E tash po priten marrëveshjet me parti tjera që ky subjekt politik të fitojë sadopak pushtet gjithandej komunave, madje jo vetëm me PDK-n e Hashim Thaqit. Nuk është një marrëveshje bllok me PDK-n, do ta shihni me kalimin e kohës. Unë do që edhe Hashimi ka më nevojzuar në ikon se dek tona kanë një farë autonomie të në punë, në jetë, nuk I imponojnë. Sa për Prizrenin, në AAK po vlerësojnë se ja pan hajrin marrëveshjes, pasi Ramadan Muja u tregua dorëshlir e ja dha pozitën e nën kryetarit e drejtimin e 4 drejtorive.